Profesor, urime për kualifikimin. Coach, congratulations for the win. Faleminderit shumë. E prisni këtë rezultat? Did you wait to win this result? I was convinced that we are able to win this match. U koni bindur që kena me fitu këtë lojë. The first game Loja parë gave us the attention na ka dhënë shejat that everything can happen. që gjithçka mund me ndodh. We've been today under fully fire Kemi qenë këto ditë plot me energji and we deserve the maximum in this victory. edhe kena merituar këtë fitore në maksimum. Çfarë ndryshuat në ndeshjen e dytë që morët të What do rezultat you kaq change in pozitiv? the second game because you take very good result? First of all, I started with me to have me under control E para ka filluar që me pas veten kontroll, because the first match was very emotional sepse loja parë ka shumë emocionale. and I lay off this and the focus was in the last days only the team, how we want to play, tactics, physically we are very good prepared. E ka nalt vetëm prej gjendjes emocionale dhe ka përqendruar te ekipa, po tregon që kemi punuar shumë taktikisht edhe po e cek që fizikisht jemi një ekip shumë i mirë. Yeah, and I asked the guys before what we can do today, you know, and they show me a pretty good face. Edhe I ka pyet lojtarët se çfarë më bën në këtë lojë edhe lojtarët e kanë kallëzuar më të mirë, e kanë kallëzuar fytyrën e tyre më të mirë në lojë. Debutuat në historinë e Malishevës në mënyrën më të përkryer, me një kualifikim historik për Malishevën. You I debuted kënaqur po in atje. Malisheva in the history moments. Are you happy with Malisheva? First of all, I'm very thankful E that para I shumë had, the falenderues opportunity që e ka pas to be këtë mundësi. the head coach. Po më bëha trajneri I parë I Malishevës. Thank you to the board, to the president, Faleminderit bordit, to presidentit, Arton, and, Artonit to have this opportunity për me pas because këtë mundësi sepse I was very happy when they asked me u ka shumë I lumtur kur e kanë pyet to coach this me udhëheq këtë ekip, një ekip shumë I mirë. hopefully with me and with my coaching staff we can bring the level on another level and this makes me proud that we are able to coach Me the next trajnerin round. dhe me pjesën tjetër stafit, po pretendojna që me arrit nivele shumë të larta dhe më kanë këtë lumtur bashkë me trajnerin dhe me pjesën tjetër të Të klubit. pruar disa herë të golat, profesor, kishte një emocion më shumë për Sometimes you be more happy. Is this on because you are against Vllaznia? Yeah. No. I'm a professional and I mean I had a really great time in Vllaznia. Unë jam profesional, kom pas kohë shumë të mira te Vllaznia, to deal with emotions, it's really tough. por me bë marrëveshje me emocionale të shumë e Because vështirë. we love Shkodra, Sepse na e dojmë we love Shkodrën, this club, e dojmë këtë ekip, and to beat them, of course, it's a big appreciation. por për me mujt ata normal që është një gëzim I veçantë. This value, what we have now, we try to keep it and of course to develop. Aton që e kemi bërë tash, po mendojmë me majt edhe për me zhvilluar në vazhdimsi. Si ishte trajneri I Vllaznisë, Like dy a herë ex-coach, rrallëzi, to sa Vllaznia. mendoni që ka ndikuar njohja e lojës How së much do you skuadrës think, Kuqe Blu? because you know the team, you are more, you have advanced against Vllaznia. I mean, I was a part of Vllaznia. Po mendon që unë jam kon pjesë e And Vllaznias. Alban decided last year to change something. Albani disa vitet e fundit ka vendosur me ndryshuar disa gjëra. And I wish Alban, the president and the club only the best. for Unë I their dëshiroj future. Albanit dhe klubit më të mirën për të ardhmen. And we check off this chapter Dhe na e bënëm check off këtë histori. and tomorrow we will concentrate on Scottish team. Edhe për të ardhmen kena mu koncentru për ekipin e Skocisë. Malisheva në turën e dytë Conference League. Deri ku mund të shkojë Malisheva Malisheva in the në second kompeticion? tour of the qualification. Where could Malisheva go in this competition? First of all, sounds good. Sounds good. Ja, për para së vitit mira. But now, I mean, from tomorrow I will think about the Prej nesër kam e fillu me menu se çka kena me bë për vazhdim. Now we are very happy. I'm very Tash happy jemi for the shumë të club. lumtur, për klubin I shumë të forgot to say lumtur. Cafegioli. Me falenderu drejtorin general Cafegiolin, All where they help us, you know, gjithë që na kanë ndihmuar neve we've been in Bulgaria. you për më know, konë fazë përgatitore në so very Bullgari. good preparation. Kemi bërë shumë fazë mirë now we are përgatitore. in challenging competition. And, Për me vazhdu një kompetitiv, një garë shumë sfiduese. yeah, and of course, guys, we want also to pass the next round. Edhe normal që na dojna me kalu të raundi tjetër. Urime profesor. Congratulations. Faleminderit. Faleminderit. Thank you.